mëngjesi parë yti, që si shema I njëjti? Nuk e di, filloj... Unë në familjen tëm, më me thonë që kam qenë njëri pi ma të privilegjumëve, kur vjen fjala për mundësinë e shkollimit. Po me privilegje vinë edhe përgjegjësima të mëdha. Në rast që të kisha mujt me krahasu veten me një objekt fizik, atëherë unë kam qenë një varëse, ku janë varë shumë shpresa familjarëve të mi. Ose në rast që me thonë janë varë shumë shpresa se sa që kam mujt me I bajt. Ajo frika me tregu që unë po dështaj, më ka bo që me umbyll edhe pa të fillu paka shumë si një lloj sistemi mbrojtës. Është ajo koha që mu ma ka dëshmu që ka raste që gënjeshtra falet kur e bën dikush nga se është I vetmi mekanizëm mbrojtës që e ka. Edhe pyetjet që I merrsha nga tjerët se qysh po shkon me provimet, kanë qenë disa prej pyetjeve ma vrastare të mundshme, e cilave unë me patjetër është dashur me ju përgjigj me shumë mirë, ndërkohë që unë as nuk u sillsha më në borën e fakultetit. Prapë po them, unë tash masi jam këtë pikë, unë s'po e kuptoj veten e atëhershmit, edhe po besoj njëjtë si çdo kish mujt me më kuptu askush. Nuk e di, krahasimet ndërkohë tani fillova me u marr paka shumë dashni ndaj leximit gjithmonë e kam pas. Po konsideroj që duhet me kontrollu veten edhe te lloji I librave të cilat lexojnë. Unë e kujtoj që u pata zhyt goxha si shumë në rrymën e filozofisë nihiliste, e që e pranoj që s'kam qenë I gatshëm me përtyp sa duhet atë rrymë filozofike. Edhe po, ndoshta edhe pa të fillu me marrë shpinën në drejtimin ka romantizimi I asaj errësinës e cila pa të fillu edhe me u bo si element komfort.